Përshëndetje të gjithëve. Shumë kënaqësi që të mirëpresim sot në Bashkinë e Lushnjës në Asamblenë e Zgjeruar kryeministrin dhe kryetarin e partisë Edi Ramën dhe dua të falenderoj edhe gjithë ata që kanë ardhur nga Divjaka, pasi vendosëm që t'i ftojmë këtu në këtë Asamble të Zgjeruar të Lushnjës për të mos u humbur askush këtë bashkëbisedim me kryetarin. Ne jemi takuar shpesh këto kohë për shkak të një procesi rienergjizimi që kemi nisur, për të ndezur motorët për zgjedhjet lokale të vitit 2027, për të përmbushur gjitha kushtet statutore të organizatave bazë të partisë dhe kushtet statutore për sa i përket zgjedhjes të kryetarëve të ri. Megjithatë, unë do ta nis edhe një herë duke ju falenderuar për punën e shkëlqyer, për arritjet që kemi bërë gjatë zgjedhjeve të majit 2025. Bashkia e Lushnjës është një nga bashkitë me fitoren më të thellë, pas asaj të Mallakastrës që ka thyer rekord me 73%, por dhe ju e keni mbajtur me të vërtet një rekord në këto zgjedhje. Sigurisht, unë e kam thënë edhe në takimet që kemi pas së bashku, por po e përsëris dhe sot, që gjithçka ka ardhur në sajt të një disipline që ne kemi treguar, në sajt të bashkëpunimit me njëri tjetrin dhe mbi të gjitha të dyerve të hapura të partisë tonë. Partia jonë vendosi këtu në Lushnjë, në Fier dhe në të gjitha bashkitë që të hapte dyert për prurje të reja, për atë që ne kemi biseduar bashkë, që të gjithë kanë të drejtën të ndrojnë mendim, të gjithë kanë të drejtën që të votojnë Partinë Socialiste bazuar mbi rezultatet dhe punët që qeveria e Partisë Socialiste ka bërë në 13 vitet e fundit. Ky është një rast i mirë gjithashtu për të takuar me njëri tjetrin, ky është një rast i mirë për të energjizuar partinë, por mbi të gjitha ky është një rast i mirë për të folur për punët e Shqipërisë. Punët e Shqipërisë, të cilat shpeshherë mbulohen nga balta, shpeshherë harrohen çfarë ka ndodhur në këto 12 apo 13 vite dhe nuk është asnjëherë gabim që të ulemi, të diskutojmë, pasi ka dhe vend për të përmirësuar patjetër. Gjithçka që ne kemi bërë në sektorët nga infrastruktura tek energjia, arsimi, shëndetësia, bujqësia, janë progrese të cilat janë të shprehura me shifra të pakontestueshme. Megjithatë, është shumë e rëndësishme që ne të gjitha këto të bisedojmë së bashku, të dëgjojmë njëri tjetrin dhe ju me radhën tuaj si zëdhënësit më të mirë të Partisë Socialiste dhe të qeverisë të ktheheni në organizatat bazë apo edhe në komunitetet ku jetoni për të ndarë me ta arritjet e qeverisë shqiptare, por dhe planet për të ardhmen. Duhet thënë që gjatë këtyre zgjedhjeve, diçka tjetër që unë do desha ta përmendja, fitoria e 2025-s ka pasur dhe një komponent të rëndësishëm. Votën e diasporës, e cila u administrua në mënyrën më të mirë si në Lushnjë ashtu dhe në Divjak, duke treguar angazhimin maksimal të anëtarësisë tonë, por mbi të gjitha duke treguar dhe dëshirën shumë të madhe të diasporës për të kontribuar në vendimarrjen këtu në Shqipëri. Ata janë kontributor, padyshim, të një pjesë të ardhurave në vendin tonë, janë kontributor të bizneseve të vogla që ngren, mbasi kanë krijuar eksperiencën e tyre me mund dhe me djerës jashtë vendit, por nga ana tjetër tashmë kanë edhe një kontribut në vendimarrje politike të vendit. Dua t'ju falenderoj edhe një herë për gjithçka keni bërë. Ju jeni shembull i organizatave të Partisë Socialiste, si për qarkun ashtu dhe për gjithë Shqipërinë, dhe padyshim keni kontribuar për të mbajtur edhe një herë me nder titullin e kryeqytetit socialistëve. Shumë faleminderit. Tani kjo lufta për kryeqytetin e socialistëve është sa duket midis Fierit dhe Lushnjës. Shumë faleminderit që
na jepni këtë mundësi në një ditë pushimi. Dhe vjen shumë mirë që jemi sot këtu në vazhdimin e këtij procesi kontaktesh intensive me të gjithë bazën e Partisë Socialiste, duke nisur nga asamblet socialiste të njësive vendore, njëkohësisht duke ushtrirë në çdo organizat ku do të bëhen edhe zgjedhjet për kryetarët, bashkëkryetarët e organizatave socialiste dhe pastaj duke dalë edhe në komunitet në fazën kur do të bëhen edhe zgjedhjet për kryetarët socialistë të njësive. Natyrisht që ky është sebebi, por nuk është motivi kryesor pse ne e pam të udhës që të bëjmë këtë fushat, mund ta quajmë komunikimi, sepse motivi kryesor lidhet me momentin që kalon vendi, me sfidën e jashtëzakonshme historike të quajtjes përpara të negociatave të antarësimit dhe të mbylljes së tyre, me domosdoshmërinë që t'jemi pranë njerëzve për t'i informuar lidhur me punët e vendit, me punët e Shqipërisë, për të cilat shqiptarët shohin e dëgjojnë pak ose as pak në pasqyrat e informimit, ku ditën dhe natën ligjin e bën gënjeshtra, tash e themi gjysmë e vërteta që është dhe gënjeshtër më e madhe, sajesa nga më të ndryshmet, përveç atyre që ne na kanë dhënë votën dhe na kanë dhënë mbështetje në 11 maj të vitit shkuar, askush tjetër nuk na e fal dhe nuk do t'ja di fare për atë fitore që ne morëm, në kuptimin e respektit, dhe as për pse na zgjodhen ne shqiptarët në kuptimin e detyrave, po do vetëm sherr, shamata, thashë them, bal, llum, luc e çfarë doni. Ndërkohë që gjithë kjo bie edhe mbi ju, bie edhe mbi ata që na kanë dhënë votën, sepse të rish dhe të dëgjosh për ditë e për natë vetëm keq dhe vetëm zi, sigurisht që diçka ndodh në aspektin e motivimit. Por ne nuk kemi një mundësi të korrigjojmë të tjerët. Ne kemi mundësi vetëm të korrigjojmë veten dhe të përmirësojmë punën tonë, dhe pjesë e kësaj është edhe rritja e komunikimit me njerëzit drejt për drejt, për t'y informuar dhe për të ndarë me njerëzit se ku jemi dhe se ku po ecim. Duke filluar nga një e vërtet shumë e thjeshtë, sepse u mbush gjithë hapësira e tenxhereve me një vorbull të madhe, u bllokuan negociatat, u penguan, u ndaluan, mbaroi kjo punë, e humbëm trenin për në Europë, e humbëm shansin, e dogjëm. Një gënjeshtër me 7 bishta. As nuk është bllokuar, as nuk është ndaluar, as nuk është penguar, asgjë. Ndërkohë që e vërteta është që ne po ecim sipas planit. Kemi një plan
të dakordsuar me Komisionin Evropian. Është një kalendar që na e ka vënë Komisioni Evropian përpara, kur unë e thosha gjatë fushatës, ata thoshin që unë gënjeja për të marrë votat. Tani thonë, mos se u prish kalendari. Dhe negociatat vazhdojnë. Dhe prap, edhe për këtë fazë, që do të mbyllet në vijim, kur të mbyllet, do ndodhi si me bordin e paqes, si me flamurin gjerman, edhe si që ka ndodhur gjithmonë. Gënje sa të mundesh, gënje këtë mundesh, mundësisht gënje sa më shumë, gënje ore qast, se diçka do mbetet, se gjë tjetër s'di në bëjnë. Por ajo që është e rëndësishme është që ne të mos humbasim fokusin për shkak të gjithë këtyre zhurmave dhe të mos humbasim sensin e përgjegjësisë historike që kemi për ta bërë realitet anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është hera e parë që fati ju buzëqesh shqiptarëve dhe Shqipërisë. Pse e them këtë? Sepse është hera e parë që të gjithë të mëdhenjt që na duhen për të realizuar atë që është një ëndër historike, ne i kemi me vete. I kemi bërë me vete dhe na duan me vete. Dhe e filluam nga bishti i fundit i kavallit dhe jemi tani në pararojt procesit bashkë me Malezi. Në 11 muaj kemi hapur të gjithë kapitujt, nuk e ka bërë asnjë vend tjetër. Por ka një gjë që shqiptarët duhet mos harrojnë. Gjoni këtu, të gjitha vendet e reja që kanë hyrë në Bashkimin Evropian kanë pasur luftra brendshme politike. Kush e ka ndjek pak rajonin, me siguri nuk e ka të vështirë të kujtohet që Maqedonia nuk ishte akoma e veriut atëherë, ka qenë në luftë madhe politike. Ka qenë dhe në prag luftës civile. Por nuk ka bërë vaki dhe e thonë ata, ore s'ka bërë vaki të vi opozita e Maqedonisë në Bruksel dhe të mos lërë gjë pa thënë, duke u lutur që bllokojeni Maqedoninë. Ndalojeni Maqedoninë, vendin e tyre. Nuk ka bërë vaki. Malizi ka pas dhe Malizi probleme, Malizi ka probleme të harmonisë etnike. Nuk ka bërë vaki, nuk na kanë ardhur ndonjëherë, thonë ata në Bruksel, opozita malazeze, që të na rroganisi me të tërat zezat e mundshme, a thua se ne jetojmë në hënë, ata kanë përfaqësinë e tyre me 50 veta, me 60 veta, kanë nuk e di sa mira njerëz që merren me ne në Bruksel, shkojnë këta, ju tregojnë atyre se çfarë ndodh në Shqipëri. Bullgaria sot e gjithë ditën nuk gjen paqe nga zgjedhje, partira, historira, është në Bashkimin Evropian. Edhe kështu ka qenë edhe para se të hynte, por nuk ka ndodhur që partitë të nisen mbas Berihajit e të shkojnë në kryeqytetet e Europës e të bëjnë copash vendin e tyre. Këtë me keqardhje them e bëjnë vetëm ata, se s'mund të them ata që kemi përballë, se ne nuk i kemi përballë ata. Ata i kemi mbrapa. Dhe i kemi gjithmonë më mbrapa. I kemi gjithmonë më mbrapa. Por nuk ndodhin këto gjëra. Nuk dalin njerëzit kështu nga vetja të sakatojnë vendin e tyre në gjuhë huaj për nuk e di për çfarë. Se unë nuk e kuptoj. I gënjen mendja që do na mundin ne këtu duke dalë në televizorja shtetit. Do na mundin ne këtu duke shkuar në Bruksel, duke lehur. Po i gënjen mendja që do na ulin ne
e do ngrën veten. Sa më shumë ta bëjnë këtë gjë, aq më shumë do zhyten. Se jo të gjithë janë të lumtur që Shqipëria po bën sukses. E kemi filluar punën me 300-400 milion mesatarisht investime të huaja. Kemi shkuar mbi 1.5 miliard. E kemi filluar punën me 2 milion e ca turistë. Gjithë shqiptarët që dilnin jashtë, kur futeshin në Rinas ose në Kakavi, i numëronin për turistë. 2 milion e ca ju dilnin. 12 milion me pasaport huaj kemi arritur ne të kemi në Shqipëri. E kemi marrë vendin me një prodhim të përgjithshëm kombëtar 90 miliard. 90 miliard. Sot jemi 27 miliard dhe në 2030 do shkojmë 35 miliard. E kemi marrë me më pak se 3.000 euro për frym. Sot jemi 11.300, mos gabohem, për frym. E kemi marrë me një pagë mesatare qesharake. Qesharake. Sot kemi pagën e përgjithshme mesatare 870 euro. Se rritet në mënyrë të vazhdueshme paga mesatare për shkak se rritet në sektorin privat. Dhe duhet me indjek çdo 3 muaj. Ndërkohë që në sektorin publik ka shkuar mbi 1.000 euro. Kemi rritur pagat e mjekëve, të mësuesve, të punonjësve të policisë, të ushtarakëve të administratës, por sot kemi më në fund arritur të bëjmë dhe diçka tjetër. Kemi futur edhe për pagat indeksimin. Gjë që e dinim që ishte i nevojshëm, por nuk e bënim dot. Indeksimin e bënim vetëm për pensionet, se nuk mund t'i linim pensionistët pa rritje pensionesh dhe pa indeksim, se i binte që t'i linim në këmbët e inflacionit. Dhe prandaj, kur rritja e pagës ishte X, inflacioni sado që e kemi pasur gjithmonë të ulët, e ulte fushin blerse. Sot s'ka më, sot çdo pagë ka edhe indeksimin e inflacionit. I them këto me pasion sepse realisht është shumë e rëndësishme që ne të jemi me këmbë tokë, me kokën lart dhe të shohim përpara. Shumë faleminderit për mikpritjen, se s'do ju mbaj edhe më gjatë se është edhe ditë pushimi. Ju uroj të gëzuar Pashkët se keni Pashkët ortodokse.